Lëvizja Besa konsideron se programi të cilin e ka prezantuar dje LSDM-ja është një kornizë, e cila duhet të mbindërtohet për të qenë gjithëpërfshirës, edhe sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët, si kombi i dytë më i madh në Maqedoni, njoftojnë nga partia përmes një kumtese. Megjithatë, lëvizja Besa në këtë fazë do të përmbahet nga komentimi i të dajeve për këtë program të ofruar nga LSDM-ja. Për arsye se edhe mëtej nuk është zhbllokuar çështja e ndarjes së mandatit për kryetarin e LSDM-s, një proces i cili krijon mundësi për të hyrë në negociata për krijimin e qeverisë. Prandaj deri atëherë do të jemi të kushtyer, ndërsa pasi ai ta marrë mandatin, edhe ne do të japim vërejtje dhe sugjerimet tona për të prodhuar një program qeveritar sa më gjithëpërfshirës, gjithnjë me shpresë se kjo do të arrihet. Me këtë rast, riteksojmë qëndrimin tonë se edhe mëtej kemi dallime me LSDM-n kundrejt interpretimit të dispozitave kushtetuese, përsa i përket përdorimit të gjuhës shqipe, thuhet në fund të kumtesës. Nga Alianca për Shqiptarët thonë se është e rëndësishme që të zbatohet vullneti i shumicës së elektoratit, i cili në mënyrë të qartë u shpreh se është interesuar për ndryshime rrënjësore dhe për një qasje të re në drejtim të barazisë së plotë, progresit shoqëror dhe synimeve strategjike, siç janë integrimi në Bashkimin Evropian dhe NATO, shprehen nga Alianca për Shqiptarët në lidhje me prezantimin e programit qeveritar të Zoran Zaevit. Sa i përket 15 parimeve prioritare që shpalosi LSDM-ja, Alianca për Shqiptarët vlerëson se partitë politike shqiptare në programin e zgjeruar qeveritar do të jenë vigjilente, që të përfshin të gjitha pikat me interes të largëkombëtar dhe qytetar, shprehen nga Alianca për Shqiptarët.